Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Paçi një ditë të mbar në vazhdim. Edhe ti, Katerin. Faleminderit e dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndesim dhe anvisat tona, duke ju uruar një ditë bukur dhe ftojmë këtu tek këndi Joni Gatimit për të përgatitur baklavan. Sot do bëjmë baklavan, atë baklavan tradicionale. Ne kemi bërë edhe në javët e kaluara, pra i kemi sjellë këto recetat festive në të gjitha variantet, si me peta të gatshme, si me peta të bëra vetë, dhe sot Kati do na lodhet pak, por ka marrë përsipër që të na tregoj baklavan e dikushme. Dikushme të ngacmuar edhe nga ajo tradita e baklavas turke, kështu tani janë hauzuar, domethënë i bëjmë në mënyrat të ndryshme, po kjo ju garantoj që është mënyra më e thjeshtë për ta përgatitur, është shumë thjesht për t'i bërë, kështu që mos hezitoni ta përgatisni, sepse do të bëni një baklava shumë të mirë, që kur keni këtë mielin ola, petët hapen vetë, nisesht e doni, do të themi përbërësit pak më mbrapa dhe do ta përgatisim edhe brumin këtu, filloj unë thjesht këtu kam goglat, siç e shikoni, edhe i hapim në këtë mënyrë, gjë që na ndihmon shumë për t'i hapur shpejt. Dhe për ato që nuk din, do me thënë që të hapin pet. Tani. Tu mësojnë për të hapur pet. Edhe po s'u hap njëre para, do hapet e dyta, në 100 pet, është me sa mësim. pet do t'a bëjmë? Shiko, faktikisht ky, do me thënë, me 1 kilogram del akoma edhe për 120 pet, vare, do me thënë, edhe nga të pse. Pra 1 kilogram miell, na mjafton për të bërë një baklava me 100 pet. Përdor 10 vezë, madje 8 të verdha dhe 2 të plota. Ndonjëherë bëj dhe 9 të verdha, 1 të plot. Sepse në ndarje ngele nga pak e bardhë. Dhe plotson 1 të bardhë. Plotson, kështu që prandaj edhe e bëj edhe në atë mënyrë. Okej, tani, me njerë unë do doja të shohim pak recetën e ekran. Edhe shikoni se si hapen këto njëherë. Të shohim të gjithë përbërësit që do të na duhen për të përgatitur baklavan tradicionale, nga fillimi e deri në fund të bërë vetë në shtëpi. Ato baklavan që shpesh nuk e marrim mundimin ta bëjmë sepse e dim që ka pak punë, por që ka realisht një kënaqësi dhe një shije tjetër. 800 gram ose 1 kilogram miell. Le të rrim te 1 kilogramshi, le të shtojmë disa pet, se meqense thuhet sa më shumë pet të ketë, aq më e mirë bëhet edhe baklavaja. Kështu që, pse jo, të mos e bëjmë pikërisht me 100 pet, siç i ka mbetur edhe traditës. Na duhen 10 kokra vezë, pra 8 prej tyre vetëm e verdha dhe 2 vezë të plota. 1 gotë kos, 300 gramshe, 1 lug sot buke, 1 lug uthull, na duhet pak krip, 1 fixhan çaj vaj, 800 gram gjalp, 800 gram arra, për të bërë shërbetin. 2 kg sheqer dhe 1,5 litër ujë, 1 lug supe lëng limoni, lëkura e limonit sipas dëshirës, pikërisht për t'ia shtuar shërbetit, dhe përveç se balanson pak atë edhe shijen e ëmbël që shërbeti ka, Kanti na ka thënë se limoni ndikon edhe tek të mos sheqerose shërbeti. Okej, të mos sheqerose, pra të mos ngri sheqeri, siç themi her pas here, të mos duket tek ato petët e para, por të kaloj në të gjithë pjesën e baklavas, ashtu siç i duhet për ta zbutur, për t'i dhënë shije, por jo të kërcas sheqerin në gojë. Tani e pak se çfarë i duhet baklavas. E kemi thënë që gjithmonë do të na duhet dhe në festa gjithmonë e më shumë. Është mielli për çdo përdorim. I shkëlqen petët për çfarë do lloj recete që ju do ta përdorni. Po për ato petullat e mëngjesit, për krepat që bëjmë në shtëpi që fëmijët i duan shumë, për byreqet që do të bëjmë tani në vazhdim, bukët vetë në shtëpi, por edhe për recetën tonë të baklavas. Pra me 1 kilogram, me një paketim të tillë, baklavaja juaj do të jetë perfekte. Si gjithmonë mielli ola vjen nga kompania Atlas dhe jo vetëm mielli për çdo përdorim, por edhe variante të tjera të miellit, të cilat ju i njihni, por unë i përmend sa herë që dua t'ju them se mund të ndiheni realisht shefa të vërtet në kuzhinë, që nga realizimi i picave e deri tek recetat tradicionale apo moderne, tek mielli i misrit i bardhë apo i verdhë, tek mielli bio me paketimin jeshil, mielli integral që identifikohet me paketimin e tij ngjyrë kafë, gjithashtu edhe mielli i ëmbëlsirave, pra që janë paketimet më të vogla me ngjyra që tërheqin syrin edhe vëmendjen në markete apo në dyqane ku ju bëni pazar, të cilat
cilat kanë brenda mielin, pluhurin fryrës, aroma të ndryshme sipas dëshirës për të realizuar kekun e thjeshtë dhe shumë të shijshëm në kuzhinën tuaj, sepse nuk do asgjë tjetër. Për të mbetur edhe pak tek baklavaja, 1 kilogram miell dhe 10 kokra vezë. Kështu që O Vitali ju vjen në paketime 8 kokra, 10 kokra, 15 kokra, si të dëshironi ju, në ngjyrë të kuqe apo të verdhë. Ja, ky paketimi mjafton për të bërë baklavan, kështu që 1 kg miell, 1 paketim 10 nga veza O Vital, që kanë cilësinë maksimale të vezëve, cilësinë në 4 stin. Unë kam kokrat e bardha në duar, edhe do të keni baklavan më perfekte të mundshme, me atë ngjyrën e bukur që merr edhe brumi nga e verdha e plot dhe tepër cilësore e vezës, që siç themi është treguesi i cilësisë së çdo kokre. E ndërkohë që na duhet kosi dhe sigurisht që ju e dini çfarë duhet të zgjidhni për një jetë plot të mira. Është kompania Lufra që vjen me të gjitha nën produktet e qumshtit. Pra, qumshi që është edhe mbreti ndër të tjera dhe është më i konsumuar besoj në çdo familje, për të pasuar më pas me kosin, me gjizën, me djathin, si të deles ashtu edhe të lopës, me kefirin që është një produkt po e quaj ende të ri, edhe pse tashmë është testuar edhe shijuar nga të gjithë, kundër të tjera, përveç se shijon shumë, është edhe tepër i shëndetshëm, sepse natyrisht ne e dimë që kosi është probiotik edhe duhet të konsumuar, po në mënyrë të veçantë kefiri është 100% natyral dhe një super probiotik për të konsumuar gjatë ditës për të stabilizuar organizmin, tretjen, shëndetin e zorëve dhe gjithçka tjetër. Sigurisht që do të kemi edhe djathrat, kaçkavallin, të gririn dhe plot produkte të tjera super cilësore e të shijshme, të domosdoshme për çdo familje nga kompania Lufra. Vudi na sjell gëzim në frigoriferin ton, në Vila 24 dhe në shtëpitë tuaja janë salçiçet e pulës, shumë të shijshme, të cilat preferohen nga të gjithë, sigurisht duke i përfshirë në recetat tona të përditshme, që nga ajo buka e thjeshtë, ai sanduiçi i shpejtë që bëjmë, e deri në mesore të ndryshme, në salçiçe zgare, të pjekura, tani që konsumohet dhe nga një gotë pak më shumë, salçiçet Vudi janë ideale për t'i bërë pjesë edhe të tryezave tuaja festive, sepse e di që në përditshmëri janë të dashura për të gjithë ne. Atëre të dashur Anvisa, juve morë të këtë, po, edhe shikon se sa i mirë, do me thënë që është bërë nga vezët, është bërë nga mënyra se si neve pregatitëm, dhe sigurisht që pasi e pregatisim, e lëm e palos me një membran kuzhine dhe e lëm të qetësoj. Të paktën për 30 minuta, ndoshta edhe më shumë, dëm nuk i bën. Atëre, pasi e kemi pregatitur në këtë mënyrë, shiko se sa i butë që është, duhet i butë. Edhe petët ju e pat pastaj se sa lehtë hapen. Tani, unë do të ndaj këtë për 10, do me thënë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vajtën. Ska gjëna ato që do në angele, sepse një 10 që e hapëm neve atje. Këtu ke hapur 10? 10, po. 10 pet. 10 pet. Ja, po i bëjmë me 10, do t'i bëjmë. Ka ndonjë rregull mënyra e përzierjes të përbërësve për të realizuar brumin? Do i tregojmë Anila hapas hapi, po patjetër do i tregojmë mënyrën e përgatitjes së brumit. Ne tani thjesht vendosim fillojmë këto, domethënë që pra po e marrim të mirëqen që brumin e kemi realizuar, duke treguar në një moment të dytë që të japim pak mundësi hapjes së petëve se duam. Patjetër, ja, tani këto i ndajmë që do ndajmë pastaj në kuleç të vegjël. Prandaj them që shumë i thjesht për t'i përgatitur, është mënyra më e thjesht për të përgatitur baklavan dhe mënyra më e thjesht për të mësuar për të hapur pet. Edhe madje ky lloj brumi bën një byrek të mirë me djath dhe me gjizë. Me të njëjtin brum? Me të njëjtin brum, po, sepse ky është shumë i shkrifët, është brumi special për të hapur dhe për të bërë një... Tani sa bëm se do t'i bëjmë 10 që këto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa më shumë të dalin, aq më mirë është, sepse do bëjmë goglat vogla, neve kemi tavën më të vogël. Po në angelen që me që është tava e vogël, do të bëjmë një tavë tjetër. Po thjesht ne do t'i bëjmë gogla të vogla, me qëllim që të kemi mundësi. 6, 8, 10, 11 të plota dhe një e vogël. Pra ne do bëjmë 10 që këto, dhe pastaj do shohim. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, s'kaq. Sa të dalin, 9 që 10 që nuk është problem. Kemi tepër atë. Ja, i bëjmë kështu. I bëjmë kështu dhe do të mjedhësh Anila mua këtu. Do bëj dhe unë kështu, a? Po, to do t'i bësh ti dhe unë do filloj do hapa pastaj. Do t'i bësh gogla, ja. Se do i bësh 10, do i bësh
8 nuk ka problem, e mira është që të bëjnë në një mas të barabartë, ja kështu si gogla. Dhe ne I bëm kështu në kaq të vogla, me qëllim që tava jonë është më e vogël. Nëse do ishte më e madhe si hapësirë, do I bënim sa një kokërare. Okej. Ja. O ti ku të ti hapësh, ke vëndat? Kam vëndu këtu. Okej, se mund ta... Jo, ta prishim artin ton me një seshten. Jo të ndajme dhe një tjetër, e bën kështu në mes. Me kuptova. Ska gjë, sa të dalin ato, Anila. Me thënë, kjo dolin qikë, më kështu I shikon. Edhe mund të bashkoj edhe dy bashkë. Po, ja. Kjo të jenë paka shumë të barabarta. E bëm këtu këtë brumi, ska gjë, ja. I bën në këtë mënyrë, gogla, dhe mi hedh këtu brënda. Dhe unë tani filloj dhe marr goglat edhe I punoj. I trazoj këtu. Sa do baklavaja, po themi, si kohë që të bëhet gati? Shiko, po të kesh edhe fëmijët të bëjnë këto goglat, I mësosh të bëjnë goglat, nuk do shumë kohë. Thjesht do brumin që ta lësh, edhe tani, si që shikoni, me qënë se neve I hapëm gogla më të vogla, se thamë për pjesë, me qënë se kemi atë, si të thuash, tavën që është e vogël, nuk I hapim sa plë me dorë, si hapim pak më pak. Ja, në këtë mënyrë. Bëjt shpejt. Sa I butë është brumi? Edhe. Shumë I butë. Gjalpi që kishim në recet është... Kemi vendosur tani që të... Jo, e pash, e kemi shkryrë ndaj më kutua, është gjalpi I lufrës, që është aq I mirë. Unë kam hedhur në fakt atje, se janë me 200 gramshe ato, kam hedhur 4 pako, për 800 gram, do shikojmë tani, sepse tavën thashe kemi më të vogël. Po për 1 kilogram duhet 1 kilogram gjalp, që të bëhet tamam baklavaja. Tani për punën e sheqerit unë jam pak si e mbajtur, ndoshta kam thënë atje në masën që është 2 me 1,5. Ashtu e kishim. Po, por si shumë më duket, do me thënë sheqer. Po baklavaja tani... E mirë, në rregull, po edhe ka shumë të ëmbël. Po bëhet shumë I mirë, sepse I shkrifët nga vezët. Edhe pastaj kur kemi edhe gjalpin cilësor, atëre bëhet edhe më I mirë. Tani nuk ka nevojë të numërojmë më ne këto, se plus minus... Po s'ka problema, për si bërëm 9, bërëm 10, bërëm 11, nuk ka problem. Mos jemi ashtu fiksuar nga... Jo, nuk ka asnjë gjë. Edhe nëse u grisën gjatë punimit, rëndësi ka që të bëhen të holla. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa vendosti aty si për njëra tjetrës? Sa 5? 10. 10. 5 dyshe. Kuptoj. Shtresat e arave si a vendos një herësh apo... Unë faktikisht vendos 25 të parat, pastaj çdo 20 vendos ara. Çdo 25? Në mos të them çdo 10, më pëlqen më mirë. Pra e bën me disa shtresa. E bëj me disa shtresa, se me thënë të drejtën, kur e bëj me disa shtresa, arat që I hedhim, e bëjnë do me thënë që të kulloj më mirë baklavaja. Se kryon ato hapësirat me dispetve. Edhe piqet më mirë, kullohet më mirë, edhe arat janë në një vend të gjitha janë të përhapura, kështu që më pëlqen ta bëj në atë mënyrë, do me thënë 20 e parë dhe pastaj çdo 10 nga pak ara është më mirë. Për mua. Tani secila ka atë mënyrën e vet. Tani këtu na doli pak më shumë ajo, s'ka problem. Tham që mund të mjaku e kemi recetën, mbajni shënim, provojeni ta bëni vet baklava në shtëpi. Përbërësi që ju duhan I keni lehtësisht të gjinçëm në treg, që nga mielli e kosi, gjalpi, sepse këto do baklavaja, pra nuk është se do ka koston të ta mendosh gati, nuk ka në një kostë do të madhe. Jo, nuk ka, dhe është ëmbëlsira më e mirë, mure, dhe nuk ka ndonjë kështu se au bën petët, rëndësi ka që të jenë të holla. Kjo është shumë e rëndësishme, që petët të bëjmë të holla, dhe të bëjmë të holla, bëjmë të goglat e vogla, që të hape do me thënë edhe, ja, a hollojnë vetë ato. Kështu e keni pas bërë dikur, apo tani ka filluar kjo metoda? Jo, në natona e bënte do me thënë çdo petë. Një nga një, e hapnim në një dhomë të tërë,
vendosim 2 çarçafe të bardha, edhe i shtronim petët, bito, ku? Tani bëhet, kjo është ndimes faktikisht, nuk e dinim neve dikur këtë lloj. Këtë dhe mënyra. Jo. Ja tani të marrim që këtavën që ta shikojmë, që ta dim. Prandaj gratë bëheshin të gjitha bashkë kur bënin baklavat e njëra tjetrës. Ja, doli dhe më e madhe. Prandaj shikon që gogla sa më të vogla, aq më mirë është. I kam bërë të mdhaja, thua atje? Jo, mirë. Shiki njëra tha? Edhe, shiko. Si bëhen, do me thënë, këto ndahen. Petët. Ka që janë okej? Po. E vëm këtu tani që edhe të kullojnë që të thahen. Edhe po të thahen, mirë i bën, baklavas. Okej. Prandaj hapeshin në për çarçaf në për shtëpi, se nuk përshte punë nëse thaheshin. Se të mendosh, kur bësh petën e 100, ajo e para është bërë? Po. Edhe fillonim nga e para, edhe vendoset pastaj tek deri sa të vinte radha e të fundit ishin tharë. Fillonin nga petët e para, ja vendosim këtu. E ti kur ke bërë baklava për herë të parë, mban mend? Me thënë të drejtën, shikon, nuk është se kam qenë shumë e dënë bas baklavas. Shikoja nënën që ashtu dhe mësoja, do me thënë që të hapim petë, se kështu na vënin nënat neve dikur. Me hap petë. Që të vogla. Që 10 vjeç na vendosin që të bënim, do me thënë që të hapnim petë, të mësonim. Ishte traditat, ishte zakon që duhej bërë që të hapnim petë. Që goca duhet të dinin të hapnim petë. Po nëse nuk dinin? Dërsa përgatime, shumë shpejt kanë filluar të bëja. Pse ishte kështu turp nëse një gocë nuk do dinte të hapte? Kështu kanë qenë zakonet moja Nila atere. Me kati. Tani ka ndryshuar kohra dhe nuk është ndonjë gjë çdo. Unë jam asaj, do me thënë që njerëzit do ecin sipas kohës, nuk ka ndonjë gjë. Dikush studion, ka, do me thënë, mirë është të dim, të kemi, do me thënë, të na jepet për të gatuar, por s'është edhe ndonjë gjë se ka zonja për shembull që janë të dhëna mbas një pune, do me thënë. Po, shikon, punët e shtëpisë, ca bëhen me qef, ca bëhen se duhen bërë. Duhen bërë, po. Mirë, tani bëjnë edhe burrat edhe gratë puna. Përpara bënin vetëm gratë. Burrat nuk bënin punë shtëpie. Gatime, apo nuk tregonin që bënin? Ani në për qytete ndoshta bënin, po në për fshatra s'bënin e s'bënin. Këtë jam e sigurt që nuk e bënin. Ishte zakon, do me thënë, ishte turp të bënte burri. Qysh që kanë hikur ato kohë dhe nuk është më turp? E mirë, tani kanë ndryshuar dhe kohët, do me thonë edhe, si thuash, kohërat kanë ndryshuar, edhe burri dhe gruaja angazhohet në punë, kështu që nuk është se duhen ndihmuar. Atëre gratë ishin më shumë shtëpiake dhe bënin ato punë të shtëpisë, edhe gatimet. Ashtan po i numëron? Po. Ashtu, edhe flet edhe i numëron? Po, se janë dyshe, ato kuptojnë vetë. Janë 2 e 2. Ti të faleminderit që na i bën kaq të vogla Anila, sepse me thënë të drejtën... Ja, janë në rregull, nëse është në një... E duam që për tavën që kemi ne, i duam të vogla. E kupton, është më mirë që t'jenë të vogla. Vogla dhe të holla, pra ky është sekreti i... Prandaj dalin të holla këto, se janë të vogla, edhe po të i bënim pak më të mëdhaja, duheshin, do me thënë, të hapeshin më shumë. E bëra shumë të vogël, më duket. Ska gjë, mos shto, s'ka nevoj. Bëra diku nga mesi. Jo, s'ka problem. Ja, hapim fillimisht këto pjesët e anëve, që të hollohen dhe ato shumë. Ndërkohë shërbetin nuk e vendosur këti, apo do e vësh? Shiko, neve nuk do harim sot që ta bëjmë shërbetin, kështu që do të themi anvisave, faktikisht, unë këtë lloj baklavaje e pjek në një temperaturë fillimisht 160-170 gradë, e lë për 30 minuta, të marrja të ngjyrën e arit, pastaj e ul në 120-150, varet nga lloji i furave, dhe i lë 2 orë të tjera në këtë temperaturë, do me thënë 2 orë, po, dhe mbas 2 orëve të 150-ës do ta ulin tek 100-a, do ta lënë dhe 1 orë tjetër. Pritane. Fillimisht 30 minuta. 30 minutë që i parë me 170. 170, po. Pastaj ulim temperaturën e sobës, e kalojmë të 150-a, varet tani nga soba, 150-120, varet se si kemi llojt e sobave. Dhe këtu do ta lëmë për 2 orë. 2 orë me 150. Po, këtë lloj baklavaje, po, ka tjetër pjekje kjo. Për 2 orë, dhe mbas 2 orëve
do ta ulim, do ta lëm te 100, tek 100 e lëm atje që themi neve të kulloj baklavaj. Do me thënë një 4 orë, 3 orë e gjysë të mirë do pjekja. Do, që të bëhet tamam që të themi që është baklava që kulloj, të piqet në brëndësi. Edhe një orë do hampja petve, do me thënë ditën që do bëni baklava, mos lini asë një punë për të bërë. Shiko, do ko, po kur e bën vetë, di se që ke hedhur brënda, qëfar vezë, qëfar këshu. Gjalprin, njërën tjetër, do me thënë janë e di se që ke bërë. Ara sa ke hedhur. Cilësia e tyre, po. Shko në çfarë do lloj gatimi, kur e bën vetë në shtëpi, gjithmonë është më i sigurt. Vazhdo në receta në ekran, miell, vezë, kos, sot buke. Po uthullën përse e do, apo brumi do gjithmonë pak uthullën? Brumi e do uthullën sepse i shkrifëron. Ca nuk i hedhin vetëm sot, por me thënë të drejtën mua kam rezultuar që e bën më të shkrifët baklavan. Kështu që e përdor edhe atë pjesën e uthullës. Zakonisht në përbyre që vendoset uthulla. Po. Kështu që nga kjo ide jam nisur, edhe kam vendosur, më ka rezultuar që ka dalë mirë, edhe e kam menduar që ta ndaj dhe me anvisat. Dhe shumë mirë ke bërë. Dhe them që do ta provojnë dhe do thonë që po është e vërtet Katerina që e shkrifëron më tepër. Atë Anila mund ta vendosim që të na shkrite pak pjesa e gjalpit. Po. Ta vënë, në që po e vënë temperaturë të lartë dhe kur ta shoj që fillon edhe ashtu po e ullë. Po. Ka dikush kanë qenë ëmbëlsirat e tjera më të preferuara për festa? Që bënim dikur? Në familjen tuaj ose në zonën tënde, ose që bëhej dikur? Shiko, baklavan, kadaifin, këto ishin që kemi pasur më shumë, ishte pandispaj, bënim dhe pandispaj. Me vezë, pandispaj që. Po. Edhe atë e bënim. Me thënë, kur nuk në ngele baklava së në arije, do me thënë nuk në arinte, se bënim një tavë të madhe, nësë bënim mirë. I kishim sa tava të mëdhaja që të them, kjo është e vogël faktikisht, prandaj dhe ne i bëjmë këto kuleçët e vegjël, që të kemi mundësi që të na... Dhe me thënë, sa më e madhe të jetë tava, aq më të mëdhenj do t'i bëni këto. Po, që të kenë mundësi që të hapen. Ne vazhdojmë, bëjmë kuleç, hapim pecë, po bëjmë baklavan sot. Ju do të shkëputen, ne do shkëputemi dhe ju do të ndiqni një hapësirë publicitare, por ju presim këtu në pjesën e dytë. Vazhdojmë. Nuk kemi mbaruar. Jo. Po Gogla Anila hapetu. Jo, nuk mbaron kanë. Prirë. Nuk është e kollaj. Nga 10 i filluam i bëme 20. Dhe me thënë, ne nga e premtja e mbarojmë baklava. Kështu që edhe ju në shtëpi. Beshaka, ne po bëjmë baklavan tradicionale sot, ashtu si që bëhet dikur, me mbi 100 pet, të hapura me kujdes, të përgatitura me një brum të shishëm, edhe me arra, me gjalp shumë të shishme, pikërish për të qenë sa më pranë festave dhe sa më pranë familjeve shqiptare dhe për të mos hequr dorë nga tradita, sepse e dim edhe e themi shumë shpesh që në kohët në të cilat jetojmë, sigurisht për fat të mirë kemi mundësi të gjejmë gjithçka në treg, të gatshme, të gjitha variantet e ëmbëlsirave moderne e tradicionale, ku sigurisht këtë muaj edhe baklavaja nuk mungon, por se çka një lezet e një dashuri më vete, kur një ditë ja kushton pikërisht kësaj ëmbëlsirës që është edhe traditë e festave të fundvitit, ndaj nëse do të keni dëshirë edhe ju me recetën që Katerina na ka sjellë sot të përgatisni një baklava. Recetë të cilën do ta rikthejmë pas pak në ekran për të parë përbërësit, të cilët në fakt janë përbërës shumë të thjeshtë, përbërës të cilët i përdorim pothuajse në të gjitha recetat
me brum, pra kemi mielin, vezën, kosin, gjalpin, nuk është se do duhet të bëni ndonjë pazar të veçantë, 1 kilogram miell do t'i duhet, mielin për çdo përdorim do t'i duhen 10 kokra vezë, sigurisht duke zgjedhur vezët më të mira që janë ato Ovital, gjalpi i lufrës, kosi i lufrës, edhe njësoj si ne, mund të përgatisni këtë brumin shumë të butë të shkrifët të baklavas. E më pas, ja, Nila, tani mbaruan goglat, edhe do fillojmë do me thënë që të bëjmë pjesën e arave, që t'i thërmojmë, dhe do fillojmë pastaj avash të ndërtojmë baklavan. Gjalpin e kemi të shkrirë, ne shkrim sa të ndihet pak era e gjalpit, të vi aroma, jo. Edhe pastrojmë pjesën e shkumës që nxjerr gjalpi. Atë nuk e hedhim brenda. Do bëjmë edhe këtë trep që kemi hapur, që tani neve kemi kaluar me nga 20, se me 10, se në fakt na dolën i bëm më të vogla faktikisht. Sepse e kemi tavën e vogël. Tha shpjegimi që ne i kemi thënë në pjesën e parë dhe ndoshta harrojmë t'ju rikujtojmë, por për ta rikthyer videon, pak minuta më vonë do t'a gjeni në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare. Ja ku është dhe kanali zyrtar në YouTube i Vila 24, ja ku keni recetat e ditës së djeshme, e sigurisht sa më shumë të shkoni pas në klikim, aq më shumë zbuloni nga gatimet tona të përditshme, të ftuarit, diskutimet që kemi në studio, materialet e terrenit, gjithçka që ne bëjmë çdo ditë në 2 orshin ton live në këtë studio, ku më vonë do të gjeni edhe baklavan, që ne sot do shkojmë besoj deri në momentin e shtrimit në tavë, duke kujtuar informacionet e pjekjes në fund dhe pastaj shërbetin do ta bëjmë nuk bëhet. Do shohim si do jemi në vazhdim të javës dhe mund bëjmë vetëm shërbetosje në një moment tjetër. Okej, kemi akoma. Duhet të dim që njëra e ngrohtë tjetra e ftohtë. Ti na është prishur zemra. Po prishën, s'ka gjë se bëjmë prapë. Jo, më ti shtojnë çik në seshtë. Ta bëjmë se s'bën. Tani bëjmë edhe arat gati avash. Pastrojmë dhe shkumën e atë dhe të falenderoj Anila që ke qenë shumë e mirë. Të lutem. Tani unë do merrem me arat? Po, me arat. Edhe do pastroj dhe shkumën e gjalpit. 2 detyra të rëndësishme. Po, patjetër. I bëjmë me shumë dëshirë. Shkumën e gjalpit me lug? Me lug. Edhe kullojmë faktikisht. Edhe mund ta kullojmë. Ta kullojmë me një kulles të imët? Kemi në një kulles të imët. Po, merrem unë. Që mos të rishta shumë, ja. Sepse duam të tregojmë edhe mënyrën se si bëhet. Prandaj që të arrim kohën që të tregojmë edhe mënyrën se si bëhet baklavaja, do me thonë. Si kemi arritur deri te ky brum. Po sa të holla bëhen. Shumë të holla. Ka ti ku i kena do tasat e qelqit na, apo janë këtu poshtë? Ja ke dhe një atje, Anila. Ja, nuk i gjej. Sa mirë është që më pijen këto. Sa ke vënë aty, 20? 20, i këthyem nga 10, i bëm 20 tani. S'ka problem. Mund t'i bëni dhe 30-që. Po tani ne i vëm 20, nga që unë duaj që në çdo 20 peta të hedhë ara. Prandaj dhe i bëra kështu. Anila, çfarë të duhet? Tas, më duhet ku t'kulloj gjalpin, po kjo është i vogël. Ja, kulloj këtu dhe pastaj kulloj prapë. Jo, e kisha mbartur unë atje, se e dija që do vinte ky moment që do na duhej. Atëre, këtu kemi 4 paketime, po, sepse është ave vogël kjo. Pra, gjalpin e lufrës, kjo është 200 gram, dhe ne kemi 4 paketime, që do të thotë 800 gram gjalp të shkrira. A dje hodha 4, fillova të hidhja dhe të pestin, po pastaj thash prit një herë. Prit sepse është... Pasi shkrin ama ajo digjet, në baklava duhet t'i heqim këtë pjesën e shkumës që gjalpi kryon. Për kollaj do t'a heqim me sit. Me sit quhet, po. Me sit, me kulles. Kulles. Edhe këtë të fundit. Sa Anila të na bëj gati arat. Iku. Gjalpin e kemi gati.
Tani arat... Arat i kemi aty, Anela, me grishse. Me grishse. Po jo plotësisht plur, jo puder fare. Ma dje unë them drejtën i hedhë pak sheqer. Gjysmë nuk e sheqer në çdo hedhje, do më thënë të grirës. Ke sheqer e ke këtu. Arat ku janë? Jam mbrapa. Tava mbrapa. Po pse i ke mbulur në gati? Se s'kishim ku t'i dhëni. Ke. Ka gjë më pyet mua ti se ti gjej unë. Atëre, në grirëse të hedh ara dhe pastaj ti pudros, apo ti pudros me sheqer dhe pastaj ti hedh në grirëse? Një dorë sheqer, rëp kështu edhe pastaj që mos të rish. Rëp kështu. Të gjitha këto? Po, dhe pak janë. Të gjitha, Anila, duen ara duen. Ara e bën, tham, ara dhe gjalpi dhe mielli i mirë. Dhe vezët e mira pa tjetër. Ato janë që bëjnë dhe japin shije baklavas. Edhe një seshtja që të hapen petët kollaj. Se këto në ndihmojnë, do me thënë që t'i hapim kështu. Ne i bëm, shikoni juve këto, i bëm goglat sa... Sa i do të grira? 2-3 herë kështu. Po duhet dhe njënë që t'i hedhësh pastaj. Që të shikojmë sa do t'i grimë. Do t'a gjenjë? Ha, edhe një herë. S'ka gjithë, ja shumë mirë, tam fikse ke tani. Sa do bëhen më të imta, sa do jenë më të plota. Ja, kaq duhet të grimë. Shumë mirë. Jo pluhur, do me thënë. Jo, pluhur. Tani prapë s'kemi jenë tjetër, e? Jo, me kemi këto tasat, po janë të veqël. Kemi, po se i vendosim anë të mbrapa. Nuk e di... E di qëke... Do këto, si tu është, mund të hedhësh edhe ato të grira. Ja, më të grimi hedhim këto. Vazhdo se e gjejon mënyrën. Vazhdo mja dhe kjo është e fundit, faktikisht, se duhet që të bëjmë edhe brumin. Dhe e bëjmë dhe brumin, a? Po, duhet të bëjmë brumin. Në shumë i thjesht për të pregatitur, por duhet të reguar mënyra se si bëhet. Se nga që neve kemi edhe sodën, kemi edhe... Sa e rëmë të mirë vinë arat kër grien, se i dela jo i ndyra. I ndyra e arave. Edhe... Kanë shumë të mira të arat. Janë të mira faktikisht, edhe ndërkohë që sheqeri ndihmon, do me thënë që të heqi pak atë hidhërimin. Sa thonë që nuk i duan sheqerin brenda, se duke thonë që zbut petën. Nuk ka lidhje kjo gjë, nëse juve petët, do me thënë, lidhje ka mënyra e të pjekurit. Tham, e përsëris edhe njerë, fillimisht në 170 për 30 minuta, pastaj e ulim e kalojmë në 150, nga 150 edhe lojmë për një 2 orë, do të kthejmë në 100 në kushtet e shtëpisë, sepse mos shikoni në për lokale, në për këto që i bëjnë, kanë tjera fura ato, nuk janë furat e shtëpisë. Ka ti? Në urdhë. E disa minuta kemi? Po. 6. Kaj pak? 4. 5. Uj? Anila, po duhet të marim një qikëshu për të treguar edhe pjesën e brumit. Jam barova, unë tani s'kam, e fundit është kjo peta. Kështu që do ndimosh edhe ti tani. Qa të bëjon? Do marrë shtavën që kemi mbrapa që kam shtruar një petu. Edhe do e lyesh përsëri me gjalp. Edhe në bas gjalpit, do shtrojmë dhe një tjetër nga këto, 10, jo 20. Si ikon kjo koha kështu? Shumë shpejt iku. Po pra. Tani, qa të bëj këtu unë? Spërkate me gjalp. Me gjalp.
Ja, kjo është e fundit. Shumë pak? Po hidhi ai gjalpi gjithë brenda do vej. Çrën si ka. Zbute. Se është e fundit. Tani, ta hapun ato shtro ato që ke bërë ti? Hajde, hape. Ja, këto ndajen. Shiko si ndajen? Ja, edhe nuk ka nevojë, opse mos ta shkundi brenda. Qës me dhe një përparë se sot i ma? Ja, hajde, ha. Tash mos të mundoja, ma Janila, këto. Ja, bol, po ka që punë që më bëre më ke bërë goxha punë. Po mos të shetim. Ti po i shkundu. E duhet shkundu një seshtja. Duhet shkundu. Më kujtua një që, po se them tani. Do në limi pak kohë për te orës 10, ju lutem. Se nuk ishim këta pjesën e, si tuash, mirë do ishte, ta kishim pak më të madhe tavën, do ishte shumë herë më mirë, por që petët janë hapur shumë të holla, gjë që në ndihmon kjo gjë për hapjen, sepse i bëm, e ju e pas se sa të vogla i bëm ato goglat. Ja. Tani, jo, do marim të që janë më të mpira, themi neve. Po, thamë, fillojmë nga peta që është hapur e para, nga petët që janë hapur të parat, që kanë filluar të thahen disi. Shkundni këto, ja duen shkundur kështu. Edhe si ndajen pastaj, ndajen vetë këto. Po tani ne nuk i ndajmë se duhem që t'i vendosim shpejt e shpejt. Pra, që ta themi dhe kështu teorikisht si do vazhdoj, se nuk e dim deri ku do arrim të jemi në transmetim, deri në çfazë. Neve në çdo 20 peta hedhim e spërkasim me pak gjalp edhe me ara. Pas kanë petur 1-2-3 këto. S'kemi koma. Nuk kemi ko, prandaj. Po kemi neve petë këtu, sepse është e vogël tava jonë, thamë. Thamë, në ngele do bëjmë një byrek neve me gjize, me djathe, me vezë. Nuk do i qenë. Ashtu, shu që... Ka ti ka ish mjafton me të shofun nga tava? Po. Ma dje e hape më shumë t'ja Janila. Ta zvogloj. Një grup petësh, që janë 20 20 i bëm tani. 20 gjalp, ara. Petë për sëri, gjalp, ara, edhe deri tek petët e fundit. Pastaj bëhet ajo prerja e lëm që të mpihet. E lëm, para se ta vendosim në furr, duhet ta lëm? Jo, e lëm që ta presim, e hedhim gjalp, e lëm të qëndroj, që ta kemi mundësin ta presim më mirë, prandaj bëhet kjo gjë. Në rregull. Pra i hedhim gjalp, e lëm ta thithi gjalpin. Të ngri gjalpi, më mirë. E pjekim me 30 minutën e parë 170 gradë. Po. Pastaj 2 orët në vazhdim 150 dhe 1 orë me 100. Kur e vëm të 100, tek 100 është ajo që neve themi të qëndroj, si e thëmë Anila? Të kulloj. Të kulloj, bravo. Të kulloj. Dhe pastaj shërbetosjen mund ta bëjmë edhe një ditë më pas. Patjetër, nuk ka asnjë lloj problemi. Ditën e fundit, pra mund të bëni petët, baklavan, ta piqni, ta lini ashtu dhe t'ia shtoni shërbetin një ditë përpara se do ta konsumoni. Tani të ndajmë ca nga këto neve, se këtu kemi vënë më tepër, që të bëhet edhe një shtres tjetër me arrat. E shiko se sa mirë ndajnë këtu? Po pra. Ndajnë vetë. Edhe s'ka rëndësi, edhe pse u prishën. Tani do afrojmë një qik ato produktet për të bërë treguar brumin. Nuk kemi ko. Po si do të bëjmë, mos të tregojmë brumin, se si bëjt shumë e rëndësishme. Kur do të tregojmë? Produktet në i pam. Pra mjelli, veza, kosi, gjalpi, soda e tjere. Atere, bëjmë një brum dhe duat të them këtë sodën e shkrinit brënda tek uthulla, edhe pastaj e hidhni brënda vezët. Shtojmë fillimisht vezët, tek vaj, vezët, kosët, gjitha këto. Të lëngshmet. Të lëngshmet. Edhe hedhim aty brënda edhe këtë sodën të që e shkrim tek uthulla. I hedhim brënda, i trazojmë dhe fillojmë dhe shtojmë mielin në mënyrë graduale. Sa ajo ta përthis të tërë dhe të bëhet një brum i but. Brumi pastaj do ta lëni të qëndroj, të mbuluar me një membran kuzhine është më mirë, sepse pushon dhe vjen më mirë brumi, ndërkohë që në fund fare filloni dhe i ndani kështu se si bëm neve varet, si pas, sa një kokërare, ose edhe më të vogla si i bëm ne i bëm kështu sepse, si që shikoni, tava jonë ishte më e vogël, dhe që të dalin petët e holla, duhen të jenë sa
më të vogla kuleç, këto goglat. Ja shkumni, s'ka problem, u bën goxhak. Jemi drejt fundit, kështu që si është bërë tavolina, si barë. Ja, u hapën shumë mirë, u hapën. To, ajde t'i hedhim edhe pak. Edhe mos e kini me rak, edhe nëse do të prishen petët. Ky gjalpi do hidhet komplet, ë? Okej, do jashtë edhe këto të fundit? Po. Edhe këto. Ajo është e fundit, duhet pa tjetër. Dalë ta shkundim pak, Anila, se duhet hequr kjo e tepërta. Niseshtja e tepërt. Peta e fundit, më pas gjalpin që të pronë të gjithin, e lëmë për disa minuta që gjalpi të mpikse dhe të ngri, bëjmë prerjen e baklavas dhe pjekjen si që ja u treguam në 3 faza. Videon e sot me i gjeni pas pak në YouTube, kështu që klikojnë edhe njëherë për të parë nga fillimi të gjithë përbërësit që ju duan për të bërë baklava, mënyrën se se realizohet proces pas procesi, e dinim që nuk do të dilte koha për të kryer pjekje edhe detajet të tjera, por nëse respektoni temperaturën dhe kozjatjen e pjekjes, e sikur që do të kenë një rezultat fantastik të baklavas. Ne do na bëjë shumë mirë, do ja tregojmë juve. Do ja tregojmë gjatë javës, do ta pjekim sot, do ta ruajmë dhe do t'ja tregojmë në vazhdimsi të javës. Kati, Urdo? Si thua? Atere, të dashuran visa e fundit është shpjegimi ky, tani si kemi hedhur edhe gjalpin e lëm të qëndroj, do me thënë të ngri gjalpi, e presim dhe basi e kemi shtojmë dhe pjesën tjetër të gjalpit. Dhe mënyrën e të pjekurit e thamë, e them edhe një 170 për gjysmë ore, 150 për 2 orë, 100 për 1 orë. Dhe e keni gati për ta nxjerrë. Njëra e ftohtë, njëra ngrohtë. Sigurisht që do të jetë sherbeti i ftohtë dhe baklavaja e ngrohtë sa dal nga fura. E spërkatim duke... Do ta realizojmë në vazhdim. Po. Do kemi kohë... Ndoshta do kemi kohë që ta lëmë që t'i bëjmë një sherbet. Po. Shumë mirë. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi dhe faleminderit edhe për ndihmën që më dhe sot. Falenderojmë dhe anëvisat që qëndruan me ne, nga unë Katerina Miropafshin, kaloshin një ditë sa më të bukur dhe miru takofshim nesër këtu në të njëjtën orë me ide dhe receta të reja. Miropafshim. Publicitet kemi tani dhe pas pak me të ftuarën e parë në studio. Qëndroni me ne.